A duhet ta hani lëkurën e pulës? Eksperti jep përgjigjen që do ju befasoj. Shumë njerëz besojnë se konsumi i lëkurës së pulës rrit nivelin e kolesterolit, të presionit të gjakut, madje edhe stimulon sëmundjet e zemrës. Por, sipas ekspertëve dhe disa studimeve, ky është një mendim i gabuar, thonë mjekët. Mjekët mendojnë se lëkura e pulës ne na bën mjaft mirë dhe sipas ekspertëve duhet të dini se konsumi i moderuar i lëkurës së pulës jo vetëm që nuk e dëmton shëndetin, por sjell përfitime të shumta shëndetësore. Hulumtuesit arritën në përfundimin që lëkura e pulës bën mirë për zemrën, nuk ka aq shumë kalori sa mendohej deri më tani dhe mbi të gjitha ka shumë shije. Prandaj herën tjetër mos e hidhni më.